Përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po takohemi ditën e sotme, sot me pak mungesë sepse jemi në ditën e Fitër Bajramit dhe jemi munduar që ta manifestojmë sa më shumë këtë festë ditën e sotme. Do të ndalojmë të flasim për një moment qesharak, por që ka dëmtuar pak Rozanën. Rozana e përjetoi pak si tip hakmarrje nga ana e Gjestit, por në anën tjetër mua nuk më duk si një hakmarrje. Rozana edhe Gjesti po argëtoheshin ditën e sotme. Gjesti u pozicionua në dhomën e ndenjës edhe u shtri për t'u relaksuar, dhe Rozana po i afrohet me kokën e saj po e ve në të pasmet e Gjestit. Gjesti mendoi që ajo është një top edhe e quajti me një shkelm kokën e Rozanës, ku në atë shkelmin që Gjesti e quajti, edhe atletja nga këmba e Gjestit fluturoi. Kjo ngriti një diskutim në shtëpi që në moment të Rozana u ndje shumë keq, sepse u lëndua, por edhe Gjesti u ndje shumë keq sepse nuk e kishte për natyrë dhe për qëllim që në asnjë mënyrë të vetme të lëndonte Rozanën apo të dëmtonte atë, dhe vërtet u ndje shumë keq dhe menjëherë filloi të komentohet si gjë nga ana e banorëve. Gjesti kërkoi shumë falje Rozanës për veprimin sepse nuk ishte e qëllimshme. Ai mendoi që Rozana i kishte vënë një top sipër trupit të tij dhe ai do ta gjuante me këmbë, por në anën tjetër ajo ishte koka e Rozanës që ndoshta në ato momente Gjesti nuk e ka ndjerë si gjë të tillë. Banorët filluan ta përdorin këtë si situatë, duke i quajtur Gjestin dhunues, duke i quajtur Gjestin tmerrues në këtë lojë, por gjithsesi mua nuk më duket diçka e madhe kur një person e bën me pa qëllim. Se po ta bënte me kastile, do të ishte krejtësisht gjë tjetër.